Salam aleikum, thot nëse në barna, pra një la që shkruan që ka gjelatin, mirë po, qëfar nuk është cek, do më thonë gjelatin e kafshëve, e lopës, e derrit, perimeve ose pemëve, ku e diqka. A mund t'i përdorim, thot Allah shpërbleft, aleikum salam, Allah shpërbleft dhe ty. Këshilla jema është që nëse nuk shkruan lloji i gjelatinës me u largu, me gjetë alternativa ku është e cekur çfarë lloj gjelatina është. Për arsye se zakonisht nga ajo që kam pyet mjekët, njerëzit ekspert të kësaj lëmie, unë që kam pyet, më kanë dhënë përgjigje që nëse nuk shkruan lloji i gjelatinës, atë në parim ajo është gjelatinë e derrit. Prap, nuk po them që merreni detyrimisht merreni këtë përgjigje veç prej meje. Pyetni edhe një hoç tjetër që ndoshta ka dije më të gjerë rreth kësaj mesele. Allahu ju rujt.